بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selam e pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na pranoj ibadetet, duat, sadakat dhe çdo vepër të hajrit të cilën e bëjmë në këtë jetë. Vazhdojmë me disa nga mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e me radhë se si ai ishte kujdesshëm në shitblerje dhe asesi nuk ndodhte që dikën me e trahtu. Abu Davudi transmeton se njëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam gjatë një udhëtimi e kish ble një deve të tij, një deve, domethënë prej dikuj, edhe më fal, një kal, jo deve. Edhe teksa po vinte rrugës, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ecke më përpara, e ai mrapa me kalin e vet. Mirë po, në atë udhëtim kishte shumë njerëz, edhe nuk e dinin njerëzit se pejgamberi ka ble. Domethënë sa kushton që kaq. Në rregull, kur shkojmë në Medinë ti ja parët. Ti ja parët. Po kry, po ecën rrugës. Tash rrugës dikush po e pyet atë beduinin, mos e kin shitje që të kal. Ai po thot po, sa, edhe po këqyr këtë tash me nxerr ma shtrenjt. Me shit ma shtrenjt. A veç e kish bë pazar, ishin marrë vesh. E kishin bë para një tjetër. Edhe tash po më mundu edhe me kthy me një farforme shitblerjen. Po i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a dush ta me marra e shita unë? Pejgamberi alaihi salatu wasalam po i thot, ku beshet, a ka arru që na kena bo marveshje, ti ma këshit mu. Po thab, jemi parët, na e na marvesh parët kër që kem Medinë, se nuk i kam me vete. Tha, po si mi marvesh kjo po i thot. Si mi marvesh që ta ku më shit ty, se po i bjem pishman, po do me shit ma shtrajt. E po që kanë interesim njerëzit. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot, qysh për po lyp dëshmitar, tha bjem dëshmitar që ta ku më shit ty. Sahabës po bëjnë za. Njoni prej tyne, që ishte i praneshëm, me emrin Khuzejme ibn Thabit, radiallahu anhu, po i thot ati personit, unë jam dëshmitar, tha, që pejgamberi alayhi salatu wasalam të ka ble, të ka bo pazar. Ai burri, unal pastaj. Edhe ata që të donin me ble kalin, unalën, se ka dëshmitarë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Unalën edhe u harua e punë. Tu ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kaloi pranë ky burr, Khuzejme ibn Thabit, edhe po i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, o filan, çfarë të shtyu që të thush, unë jam dëshmitar se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ble prej teje kalin, kur tha ti nuk isha aty i praneshëm. Po i thot, ja Resulullah, unë tha kam besim të ti, se ti e thu veç të vërtetën. Ndryshe, ti nuk flet, veç se me hak. Tha, ta kam besu imanin tim, të kam besu ato që të zbret prej qiellit, e si të mos se besoj një shitblerje të dunjas. Subhanallah, i ardh mirë pejgamberit alayhi salatu wasalam kjo lloj logjike, kjo lloj bindje e këtij sahabiu, e të njëjtën pak a shumë e din e ka pas edhe Ebu Bekri radiallahu anhu me kaset, kur ata
e përgënjeshtruan shkuarjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në xhamin e Aksas, pastaj edhe në qiell, e përgënjeshtruan. Kur shkuan te Abu Bekri dhe i thanë kështu po pretendon shoku yt, ja u ktheu Abu Bekri, tha nëse ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam unë besoj. Edhe pse akoma nuk kishte një prej gjuhës pejgamberit. Ju tha me logjikën e shnosh, unë po i besoj shpalljen që po vjen prej qiellit, e s'po ja besoj këtë gjë. Pra, atë shumë kishin besim në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa nuk linin në vend as edhe një grimc për dyshim. Që ti burri Khuzejme ibn Thabit, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshminë e tij e bëri sa 2 dëshmi. Domethënë, nëse duhet për një marrëveshje, një shitblerje, një fejes, një martesë, me pas 2 dëshmitar, nëse e ka thirr dikush që të Khuzejme ibn Thabitin, ka mjaftu vetëm ky marr, sepse dëshmia e tij ka vlerë sa 2 burra. Për shkak të kësaj peshe apo këtij qëndrimi që e pati karshi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, të nderuar vëllezër, shumë është e rëndësishme besimtari edhe më konë besnik, por edhe me nejt, edhe me pas punë me njerëz besnik. Keni kujdes, krijoni besim të njerëzit. Krijoni besim që mos me lënë vend për dyshim. Çka po du me thonë? Bëhu person që nëse dikush gjuhën pluhën në personalitetin tanë, në besnikrin tane, me mujt tjetëri, shokyt, me të mbrojt, me të parën. Pse? Qatë shumë e ke kallzu vetën, qatë shumë je koni kujdesshëm gjatë të jetës, sa nëse dikush është mundu me ta njellos besnikrin, burnin tane, të tjerët me pas aq shumë bindjet mirë për ty, sa ata me thonë ja ka dalë. Sa është ashtu. Na njohim filanin. Jo unë kështu, unë ashtu, unë kam, na ty nuk besojmë, na i besojmë atij. Sepse ai aq ka bagazh edhe kena besim të ai, sa ti nuk mundesh me na lëkun besimin në ta që e kemi për një fjalë goje. E kur vjen puna që ti më konë dallavergji, edhe kur flet dikush keq për ty, mos më mujt me të mbrojt rrethin. Po mu detyru me thonë, s'pëdi bre, shkoj foli me thonë, ta shë, qka ka të vërtet në këtë mesele. Do me thonë, ka pak, ke lanë vend për dyshim. Unë e di se ndodhë që ti t'jesh shumë besnik, por shokët të cilë t'i ke për rrethë, nuk i ki të ati nivele që për një me të mbrojnë. E shoqënia mirë, shoqënia besnike, sifati i parë që duhet ta kenë është me dash njëri tjetrin për Allah. Asgjë e dunjas mos më prish këtë shoqëni, e cila është ngrit mbi bazën e du shokun tim për izat Zotit. Jam afru të shoku im për hir të Allahut. Nëse duhet mu prish me shokun tim, prishem prap veç për izat Zotit. Nuk më prishen gjërat e dunjas, interesat e kësaj bote. Kjo e parë, me dash shokun veç për Allah. Pastaj, sifati i rëndësishëm është që me kalimin e kohës, mi u dhon me kuptuar njerëzve se vërtet ai që e pretendon veten je edhe me vepra. Pra, jo veç me fjalë, po je edhe me punë. Tjetër me rëndësi është për shokët e tu me bë dua kur je në namaz dhe në vetmi. Kur je në vetmi, mos më kallzu shokëve. Nëse bën dua për dikën, edhe shkon i thu, unë po bëj dua për ty, e ke prish.
e ke prish. Nuk po duhet detyrimisht me thonë se shkoj sevapi, nuk po duhet me thonë që pranohet ajo dua, s'po du me thonë ata. Mundet me tu pranu duaja. Edhe sevapi mundet me s'me tu prish. Po ajo kulmi i besnikris, i burnis tonë ka ra pak. Ti s'ki nevoj më ju të regu njerëzve që po lutesh për ta. Lej, banë burë besnik, banë burë fisnik, bujar, që ti lutesh për të tjerë të kur s'ju ka zënë atyne. Nuk e banë për me ditë ata. Ti lutesh për shokët e tu, që në ditën e kiametit, ata me marrë vesh se çfarë burri e konë ti. Jo, u luta pranë për ty, u luta për natë për ty. S'ki nevoj kur të më thu që ashtu, luto s'ki nevoj me stedha Allahut. Pastaj tjetër sifat, apo cilësive ti, një burrit dhe një shokit taman, fisnik, është që nëse emri yt, personaliteti yt, nënçmohet në një vend publik, para të tjerëve, dhe ti e një shokin tënë që son që ashtu, ti nuk dush me hesht. Edhe nëse ndodhë që nga pak mund të bish në situatat palakmushme. Mos thuj, s'po foli se mos po më paragjykojnë, mos po më nënçmojnë, mos po më gjuhën, pelon, edhe ata fal për shokin tënë. Kur e din që e ke taman shok, dush me ndërhy, me thonë së qashtu, vallaj nuk e qashtu. Vallaj e di se ajo është qështu buri mirë. E ti, që s'pëta marmenja, në regull, kena me pa delejotja e jam janë ditë kiametit. Është tradhtim ndaj shokut, që me erujt luksin tanë, e mos me mbrojt shokin tanë. Në të bim, s'po hi ma mirë, pse s'po hi, pse s'po hen? S'po foli, pse s'po foli? A din që është ai në hak? Ti ki obligim me mbrojt hakun. Edhe kështu, pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe Abu Bekri, kur kanë thonë mushrikët, po pretendon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se u konë në Palestinë, edhe u konë qiell brenda natës edhe u kthy. Abu Bekri e ka mbrojt. Ka thonë, veç mos jeni të bëju ajgare. Jo për së bëjmë në ajgare, që shtu për në me ka thonë. A është të vërtet që kjo? A keni një ju se unë alas si më taku me ta? Po, e vërteta, u kry. Si të ka thonë, ajo u kry, që ashtu është? Kështu të pej beson. Po unë jam t'i besu diçka ma shumë, o bura. Jam t'i besu që për i vjen shpallja prej qellit. Jam t'i besu sa jetët po i flet Allah, po i flet Gjibrili alayhi salam. Kjo është punë e vogël kjo. Kështu që edhe tek një jashtë temës ndoshta, tek meselja kur dikush Allahun azza wa jall shpif për Zotin, duhet me mbrojt. Allahun dinin Allahit duhet me mbrojt. Me çka të kesh mundësi apo sa të kesh mundësi. Edhe nëse nuk din shumë, çoh dikush edhe dën me nënçmu dinin Allahut azza wa jall, ose me fol kesh për Zotin. Kur gjë mos mund të më thuj çore, unë nuk di. Unë nuk di për fe. Veç vallahi, nuk e të më përgju kjo që e të thonë ti për Allah. Nuk e meriton Zoti krijuesi gjithësisë, ai që të manë, e po t'jep me hangër me pi, e po e nërën ditën e natën, po e linde pe perëndan diellit, të ka falë, pa u konë heq, pa dëshirën tonë të ka qitë këtë botë, ta merë shpirtin kur dënë, ti me folë për Zotin që shtu nuk ba. Unë zi ma shumë e të kazu, ama që tonë si e të e ba mirë. Mbroje Zotin, mbroje dinin Islam, feja kështu, feja ashtu, ja, sa shfeja që ashtu, që është për shpirti nuk është. Që ka që mbroje, nuk jam i pajtimit me ty, ose që u ik për ati me gjlisi. Ku sha dini Allah ik, që ka pëthat Allahu Gjellëshanu në hadithin këtësi. Në ditën e kiametit për mirë ka së cëllin prej besimtarëve, prej njerëve, po i thoi ka një, kretë detajet e jetës tonë të qëtë Zoti para vetës.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lutur Allahun xhaleshanu që Zoti m'ia letu ballafaqimin me llogarin e ditës Kiametit. M'ia letu. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, a është zëra? Ka thënë Aisha, veç Zoti me të pyet për secilin detaj është ball, dënim. Për secilin detaj. Edhe nëse ti fal në fund, se ka Allahu xhaleshanu besimtar që i fal më njëherë. Ka besimtar që ndërhyn, bëjnë shefat, melaqet, pejgamber, shahidat, familjarët. Pastaj ka që bëjnë shefat ndërmjetësim shokët. Shokët i bën shefat. Pra ndërmjetësim. Ka veprat pastaj ndërhyn, veprat e robit. Por thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kujt Zoti një ka një ja çet filan ditën çet punën pse e bane. Filan ditën çet punën që kaq ora pse e bane. Krejt për jetën tonë prej atë ditë kur ke hyrë moshë pubertetit deri në vdekje ose deri kur ke pas logjik. Se mundet njeriu me alshu logjika, me jetë edhe një vjet ashtu mos me di çka po bën, çka po fol, ato se za Allah për të madhe. Kur t'ja qëtë qëto, thëtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me ato regjistrat zyrtar, pa hesab, pa fund, ato letrat që t'u kanë shru, ato libra, që t'i kanë shru me laqët vepra që ka i ke ban. Sa që besimtari, kur t'i shetë qatë shumë, mu llogarit, e mu stakrullad dhe vepra të qia mu dënu, bindët në vetën e vetë se s'ka pështem. S'ka pështem. Por është besimtar dhe mëkatet e tija nuk kanë te i kalu në kufër. Allahu xhaleshanu masit thëtë robi jam, që ka pëta mërmene thëtë o zëtë, qatë shumë që kumë bënë gjënahe, po bindëm se jam ty pa para vetës. Po bindëm që për mu s'ka pështim vesh në gjahnem. Atër Allahu xhaleshanu ja jep një, tash po i thojnë kartel të sikur se kur shkon që bën shantane për to marketet e sen, lojalitet i thonë bestikri, që ti e besnik ndaj. Kështu Allahu xhaleshanu për besimtarën e ka një bitaka, një kartel, ajo është kartela e imanit. Prandaj Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë, kur gjë nuk shpresoj te vetë edhe familja jame për ibadetën. Po mdokët ai ka thënë se shumë pak jemi të bëj ibadete, shumë mangu jemi. E vetëmi a gjanë që muj me garantu ka thonë se unë edhe familja jame nuk i bëjmë shirkë Allahit. Si bëjmë shirkë Zotit. E ta rregullosh raportin me Allahun, mos t'i bëjsh shirkë Allahut, edhe nëse je i mangët në ibadete, nuk prishesh me Zotin, nuk i bën shirkë Allahit, nuk i lutesh dikujt tjetër, nuk beson, nuk ki mbështetje te kërkush veç te Zoti. Thotë vetëmi a gjanë që shpresoj me mënçu xhenet Allah me tash që mos bërja shirkë Allah. Qatë se cili besimtar të Allahu e ka një numër, një kod të besimit, një kartel të shahadetit. Pastaj Allahu azza wa jall aty në besimtarëve për jo ipka që ati që ka qatë shumë mëkate bërëm. Kjo nuk do me thonë që na me bo mëkate. Jo. Nuk do me thonë. Por kjo nënkupton se nëse ke besimin, ruje si sytë e ballit, shoqëroje pastaj me ibadete sa të mund, por kryesorja është mos e prish një besimin, me shirk, me mbështetje dikush tjetër, me menu se të pështon dikush tjetër, me menu se riskun ta çon dikush tjetër, shefi, firma ku je të punu, me mbështetje dikush tjetër, me mendu që hoxha ditardhën, me mendu që doktori ka jetën tonë në dorën e vetë. Këto jo. Të çështjet e besimit që ka me sedha Allahut, kujdes. Ibadetet janë sebeb me të ngrit gradat në xhenet, me shpërbly Zotit. Por kryesorja esenciale është besimi. Prandaj rregullojeni besimin mas pari, pastaj rregulloni punët. Besimit që në xhenet, besimin nuk të lem me u kalë në xhehenem për gjithmonë. S'le.
Veprat e mira munën me t'i ngrit gradat në xhenet, por baza është besimi. Prandaj na themi njeri i cili bën vepra të mira dhe s'është besimtar, nuk shkon në xhenet. Kuptojeni këtë. Kuptojeni këtë. Kush s'ka iman, sa do të bën vepra të mira nuk shkon. Imani është në xhenet, besimi. Veprat e mira e ngritin gradat në xhenet, por nuk e shtin në xhenet. Allahu xhaleshanu në ditë kiametit po e mirë kanë janin prej robërve, apo mund t'jetë ty, unë, e tjetër. Edhe po i thotë o robi jam, a ma është men filan ditën, filan me gjlisin që kena ejtë, apo a e dishta që folnin keq për mu e nënçmanin mu, Allahun, tha po, ose nënçmojnë dinin e Zotit, ose pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose bëjnë hajgare me një besimtar, e përqeshin. Çka bojsh e thati aty? Shujsha, kam hesht. Pse ke hesht, o robi jam? Tha o Zot, nuk dojshë me ronë pozit palakmushme. Qika? Pozit palakmushme, mos më ullin autoritetin. Tha Allahu, apo po i thot Zoti, a din që sot që ata autoritet që mundu me fitu para njerëzve, e ke hu para Allahu. Në kanarë Zotit është me rëndësi mos me peshu letë, me peshu ranë. Në kanarë Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit kanë marrë njerëz që në këtë botë kanë qenë shumë të mëdhaj, me pozita, me autoritet, i kanë lavdru të tjerët, i kanë konsideru filoni, fisteki, me pasënime, tjere. Te Allahu nuk kanë me vlerë asani mizë. Asani mizë. Kanë me qenë vegjel, sani bubres. Do ulema kanë thonë, që ashtu ka me i bonë Zotit edhe të vegjel, për një me trup të vegjel. Do djetarë kanë thonë, jo, qatë që kanë me qenë të nënçmum, kur dalin shesh, aty dalin nuk ka mi mshef sana. Sot unë edhe te, i mshefim gjunat tona, i mshefim mendimet tona. Para menda, sikur me paslaun Allahu Gjalleshanu gjunaheve me ju ardhera. Para menda, sikur Allahu Gjalleshanu me pas lon që qka ki në tru me ta pasin televizor njerëzit. Ne ishmi bohor para njëri tjetër. Nasu një këshmi dalë para njëri tjetër. Por Zoti me rahmetin e vetë e galon për në ditë kiametit. A kam, po atje kam mu pa. Kanë me dalë në shash gjitha. Prandaj njerëzit të cilët dikush i ka vlerësu gabimisht, me standardet gabume. Në të botë s'ka me vletë. Ibrahimi a.s. ka me refuzu babën e vetë. Qenë mushrik. I ka premtu në këtë botë që ka mu lutë për ty. Kur ka vdeko lutë, Allahu ja ka ndalu. Ja ka ndalu për babën e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë për prindë e vetë, Allahu ja ka ndalu. Ky din të dashur vëllezër, nuk ka mengjofsi. Kjo është e mira këtij dini. Nuk ka mengjofsi. Qaj që ka ra shahadet është besimtar e fiton xhenet. Nuk lunë kur farë role i familjes ku je. A je i familjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, a je ehli bejtit, të cilët dikush pretendon edhe mundohet që përmes kësaj loje me fitu autoritet të tjerë. S'ka lidhje, hiç. Veç ti kush je dhe veprat e tua. Në ditë kiametit Allahu azza wa jall veç ka me thirr namën tënë dhe namën të babës tënë. Pas ndonjë privilegj janë i babës. Veç sa për me të njoftu. Filani i biri filanit. Pra thirrët namën të vet dhe namën të babës vet. Edhe kjo një dobi, ndoshta ajo është temës. Por është e gabuar bindja se përpara kur kanë knu tallkinin. Kanë shku te vorë dhe kanë lexuar, se din të rritë që kanë tallkinin. Fjala tallkin rrjedh është amra apo pi fjalës laqana yulqinu talqina. Talqini thot kur dikuj fëmis, kur jam mëson nana shahadetin, i thot nana fëmis, thuj me nanën la ilaha, ai fëmia thot la ilaha illa Allah. Muhammad, Rasul, Allah. Çka është kur ti mëson dikan, me thonë ai njëjtë si ti. Çka është tallkin?
me mësu dikan me thonë njëjtë fjallën si ti. Edhe kanë lezu, kanë shku të vorë edhe i kanë thonë, o, filan i biri filanës. Kur dje me laqa me pyt, kush o Zotë ytë, thuj Allahu. Kush o pejgamberi ytë, thuj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush është feja jote, thuj Islami. Qka bone, thot, jaknuvat talkinin. Qka i themi ne? A i ke kënu talkinin në hoxhefendi për zgjallë dhe njerëzve? Në kuptimin pozitiv. A kom ardhun si imam i kësaj lagje, se cëllet me shku në shpimi thonë o filan, a din ti, edhe fëmijët e tu edhe familje jote kush është Zoti? A din ti o filan edhe familje jote kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A din ti kush është dini islam, çka feja islame, kush është libri jonë? Jo dhe s'ka shku hoxha. Mirë, për zgjalli s'ja ke mësu talkinin. Mendon që për dekne, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vin me laçet edhe pyesin varr. I thonë kush është Zoti yt? Thot i dëgjoj duke thonë diçka njerëzit, po se mon men. Nuk më kujtohet. Dikush ka pretendu edhe ka thonë, unë e mësova që kjo kona këllaj, kush është Zoti yt Allahi. Jo ti me ditë si informacion. Si informacion e di këta dhe aja armiku më i madh i Islamit, dhe di që Zoti është Allahu. Islami është feja vërtet, Kurani është libri i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit. Si informacion e din, nuk vlen si informacion atje, por si bindje dhe praktik. Sa ke praktiku, sa ke muqat Zot, sa ke besu, që ashtë forcon Zoti. Allah ka pranë në Kur'an, i qënë me laqët me të forcu në natën e vorët. Allahu i thirë në botën tjetër në amën të tyne dhe të prindrëve të tyne. Apo të babës tyne, ti, masaksisht. Nuk e thirë në amën të nanës. Andaj bindja se, kur është pyet dikush, këta me qëllim të rritë nuk e din, vjetrit e din këta. Pse me e thirë hoxhën në amën të nanës? Shiko kush kanë mendimi i keq. Në Islam nuk na lejohet me mendu keq për gratë e muslimanëve. Thot, me thirë në amën të nanës për arsye se i dihet nana kush janë, baba nuk i dihet. Shma nuk i dihet baba, s'pët vjen marrë. Nana e ka dek që 50 vjetë. Ti tash pja akuzon nanën se pala ka pas ma të burën e vetë. S'pët vjen marrë. Na nuk guxojmë me paraqyku. Në Islam nëse dikush thot, abe gruaja filanit kështu, çika filanit ashtu. Po nalo zotni, nalo. Çka po thu? Kështu. Po? Shkon te gjykatës, zotni gjykatës. Që ky foli për çikën e filanit. Pa marr parasysh ti. A ke pa? Ja be pa çish po e cullës. Ti a ke pa? Ti nuk guxon me ofendu moralin e kërkuj, pa marr parasysh veshjen. Na nuk po me thonë që tash dini meq. Ama ti nuk guxon aty ku Allah të ka ndalu me zguxon, sepse pasën dënimi 80 shkopin. Në mas, plus nuk pranohet dëshmia kur. Zguxon me shku të noteri dëshmitar më po, më kur sa ti është gjallë. Se ti ke shpif për herë parë, shpif edhe për zyti. Masajna na e mshelim gojen edhe nuk i shajmë kërkan, nuk e ofendojmë kërkan, nuk e paraqykojmë kërkan edhe ulim kryq. Mundohemi njerëzit me i orientu ka mira edhe mas me fol për kërkan. Jo me najtin kafe, rrethudhës aty, pa pun, se diku i ka punu njerë, baba e ka rujt, pastaj u ka bë djale, këtë tani jetën ka nejtë në për kafe, edhe këshyr grata e qikat e huja ka po ecën të po është përpjet, kush ka po shkan, sot çfarë tesha pata dhe nesër fërën gjyre ka. Me ullë kryt para moralit të tjerve. U kry, zguxon me paraqyku. Edhe nuk guxon me thonë, vallaj, pale ka me qatë bab, pale të ke ka, ty nuk. Allahu Gjeleshanu është taj që gjykan njerëzit. Filani i biri filani. Nuk guxon me paraqyku në nderin e kërkull. Plus, edhe një të rejke vrejtës, vllazni. Kur ta pyet dikan, sa fëmijë ki, ata e bëjnë me një të mirë, thojnë, trej ka Zoti. Njeti këtu është i mirë, dhe më thonë mi ka falë Zotit 3, po nuk banë me thonë, se Zotit s'ka fmi. Allahu nuk ka fmi. Lem jelid wa lem julet.
Ç'kjo është? Ti të thonë që ta lemjelet nuk kalin nga skojsh dhe s'kalin prej kërkuja, po se kalin kërkan. Allahu ka përmend po ashtu, wa qalet il-yahudu Uzair ibn Allah. Hebrejt kanë thonë Uzairi është biri i Zotit. Wa qalet in-nasara al-Masih ibn Allah. Kurse krishterët kanë thonë Isa biri i Zotit. Na nuk themi Zoti ka fëmijë. Unë e kuptoj që ai kanë pozitiv, po më mirë largoje si shprehje. Më mirë largoje si shprehje. Tjetra, për fund. Domethënë, a fëmija është, valla i gruës është, s'ban be me thonë këta, nuk banë vllazni. Unë e di që prapë dhe kjo është, s'kan qëllime me prapavija, me gjykime, po nuk banë be me thonë, po be thuj, elhamdulillah, shmija jam, elhamdulillah. S'ki nevoj, as me thonë i Zotit, as i gruës,